Nashta bredhen e ke ndreq, po dritat po i shet qështu. Nëse të ka ndodhur kjo ndonjëherë, këqyre këtë video. Sipas Scott edhe kolegëve, mbi 60% e njerëzve kanë të paktën një sasi të vogël të astigmatizmit. Edhe pa e ditë hiç. Kjo ndodh sepse syni nuk është krejtësisht i rrumbullakt, edhe drita nuk fokusohet në një pikë të vetme, por shpërndahet ndryshe në mediane të ndryshme. Rezultati, pamja që shkon në tru është e turbullt e sidomos për disa drejtime apo forma. Ajo që është më interesante është se truni munduhet me u adaptu. Reed thekson që edhe pas disa minutave me shikim të turbullt, sistemi vizual fillon me u mësu edhe me paqartësi. Edhe ti mendon që jetu pa normal, po ky adaptim e ka çmimin e vet. Syt dhe truri janë të shumë ma shumë se që duhet, edhe kjo lodhje shpesh shfaqet si dhimbje koke, sy të thatë ose ndjenja të parehatis, e sidomos pas leximit apo punës nga afër. Studimet tregojnë se nivelet të vogla të astigmatizmit, si 0.5 ose dioptrin ne, mjaftojnë me ngadalësuj leximin edhe me i rrit gabimet gjatë punëve të përditshme, sidomos kur puna kërkon fokus të vazhdueshëm si ekrani, dokumentet ose vozitja natën. Prandaj nëse jetu ndje lodhje të syve pa ndonjë arsye të qartë, ndoshta nuk është veç stresi apo ekrani, po një kontroll i thjeshtë i syve mundet me sqaru problemin. E ty, apo të lodhen syt shumë shpejt, kallëzon komente, edhe për ma shumë video si kjo, subscribe rubani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.